Allahun e madh i vetëm që është, e falenderojmë dhe hamdi takon madhnisë Allahut që në Islam na ka udhëzuar. Allahun e falenderojmë që na ka bërë rrezik të vim në këtë ditë xhumaje ta madhrojmë Zotin dhe prej Allahut kërkojmë falje dhe ndihmë. Allahu na ndihmov dhe na fal gjunahet ya Rabbel Alamin. Në këtë ditë xhumaje, ditë e begat e veçantë për muslimanët, e lutim Allahun më na dhon më të shtrenjtën. Ma i shtrenjta është Jannatul Firdausi, Allahu rrezik na bof neve ya Rabbel Alamin. Allah na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. E lutim Allahun na bën rrezik Jannatul Firdausin dhe të na mbron nga zjarmi i xhehenemit. Dhe lutim Allahun e madh, siç na ka porosit pejgamberi 3 herë, Allahu të na bën rrezik Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Pastaj për këtë rrugë për me shku në xhennet, na ka mësuar njeriu më i dashur që Allahu e dërgoi udhërrëfys për njerëzimin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e kemi obligim mi qu salavat e pejgamberit alayhi salam, e i qojmë salavat e pejgamberit alayhi salam familjes tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar nderuar, në këto momente të hutbës, pas lutjeve ndaj madhnisë Allahut që kjo ditë është ditë e lutjes dhe salavat mbi Muhammedin alayhi salam, mesazhi i kësaj hutbës është: kanë duhet me luftu besimtari më shumë ti sot. Hoxh, luftat në botë s'nalen kur, deri në ditën e Kiametit kur s'ka më nal luftat. Unë nuk po flas për gjeostrategji, për politikë botërore, unë jam hoxh. Luftat ekonomike, vallai turbulencë, ka hip milli, ka hip sheqeri, ka hip, luftat vazhdojnë edhe kjo. Lufta më e madhe në botë është lufta e kuptimit në fenë e Zotit, në besimin e njëshmërinë e Allahut. Çish bëhet kjo? Duke luftuar armikun tan, edhe temin edhe të njerëzimit deri në momentin e fundit që është kujdestar jot. Alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. A nuk ju tërhek, a nuk ju thashun o bita Ademit me pas kujdes nga shejtani, inna shejtana lil insani aduwwun mubin, se ai armiku i përbetuar në çdo moment që është afër teje është shejtani alayhi lane. Prandaj kujdesi i madh i muslimanëve, kujdesi ndaj ekonomisë, Allahu ta ka caktuar rizkun wa fis samai rizqukum. Allahu ta ka caktuar jetën ditë të lumtura e dëshpëruar, jeta është musibet, patjetër. Dynjaja është jetë në të cilën cakton Allahu me jetu që kaq. Dhe në këtë jetë krejt ne kene më sprovu me të mira dhe me të këqija. Në këtë jetë ne këtë kene më trishtu dhe më gëzu dhe me shiu momentet ndryshëm. Mirë po, në këtë jetë band mira ose të këqija, e në ahiret shpërblejesh me xhennet ose në udhubila me xhehenem. Porosia e hutbës është si të largohemi nga armiku më i madh shejtani, i cili është lufta më e madhe mes besimtarit dhe shejtanit, duhet me pas kujdes. Kjo është lufta më e madhe. Nëse ne rregullojmë raportin me Allahun tonë dhe ruhemi nga armiku i përbetuar shejtani alayhi lane, Allahun inshallah e kemi vazhdimisht me vete. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah është mbrojtësi më i mirë dhe më i mëshirshëm, i gjithëmëshirshëm, i gjithdijshëm, me një kusht, nëse ne e ruajmë fenë e Allahut. Prandaj shkujdesi ndaj përmendjes çish të largohemi hoxh nga shejtani, nga armiku më i rrezikshëm i besimtarit, mani men prej shumë llojeve, telasheve, sprovave, prej sebepeve për më mbrojt nga shejtani, është përmendja e Allahut. E dyta, për më mbrojt nga shejtani është largimi nga gjunahet. Pse? Kur ti nuk e përmend Zotin, kush qëndron afër teje, kush ta ka ndal gjuhën me përmend Zotin dhe ti ka bu blok zemrës tënde me përmend Allahun, s'ka mundësi dikush. Asaj atje në Rusi, asaj në Amerikë, po shejtanin që e ki afër. Prandaj zhbllokoje zemrën tënde në të punon për Allahun tënd. Zhbllokoje gjuhën tënde në të përmend Zotin, e largon shejtanin momentin e parë, e largon një pozicion dhe në moment kur ti e përmend Allahun nuk ka vend shejtani aty. Aty ku ka vend me laçet e Allahut që janë në mbrojtjen tënde. Spesgjas shumë. Përmendja e Allahut është prej sebepeve jetë rëdu shëjatin që i largon shejtant. E dyta është dhënia pas gjunaheve.
Me automatizëm njeriu që e harron Zotin dhe nuk e përmend Zotin, kush janë ata? Janë mosbesimtarët dhe janë munafikat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe munafikat e përmendin Zotin, është haxhia, është hoxha, është filan, la ilaha illallah. Ai nuk është të përmend që ka bindje në Zot, po ashtu kallëzu nifak, dyftërsi. Ata nuk e përmendin Zotin veç pak. Prandaj besimtari e përmend Allahun shumë, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besu, përmendni Allahun shumë. Wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Ai që i shmanget përmendjes të Allahut, thot Zoti në Kur'an, ne kemi caktuar një shejtan aty afër që do t'i bëhet shok i pandashëm. Shëve? Allahu po thon në Kur'an, ai çka se përmend Allahun, një shejtan i vjen atina dhe i ban blok në gjuhë dhe në zemër dhe ai s'ka kontakt me Allahun. Prandaj e lutim Zotin e Madh që ne ta largojmë shejtanin duke përmendur Allahun shumë. Pozicioni i dytë është që mëkatet, gjunahet janë shkak për me qenë me ty shejtani afër. Shejtani nuk rrin në xhami me ty në saf, nuk rrin me ty çka e përmend Allahun, ti që ban vepra të mira, po shejtani rrin me njerëz më të këqij. Rrin me njerëz dhe ja vështon të keqen për mishtim e bot gjunahe sa më shumë. Prandaj, mekanizmi i dytë është për me larguar shejtanin, namazi është vepër e mirë. Me shku në shkollë, studenti është vepër e mirë. Me respektu kujshien është vepër e mirë. Dhe çdo punë e mirë që na ka porosit Zoti dhe pejgamberi, shejtani nuk rri afër njerëzve bamirës. Prandaj, walladhina jahadu fina, ata që luftuan në rrugën tonë, e luftuan nefsin për në rrugë të Zotit, lanahdiyannahum subulana. Thot Allahu, ne kemi me udhëzu ata në rrugën tonë, kemi me mbrojt ata prej shejtanëve, wa anna Allah ma'al muhsinin, dhe Allah është me njerëzit bamirës. Prandaj mbas përmendjes Zotit, ti shtojmë veprat e të mira dhe të largohemi nga e keqja, nga veprat e shumtuara. Kjo është lufta më e madhe, nuk është lufta e armës sot. Sot është lufta e xhihadit të shpirtit tanë me kuptu fenë e Zotit, me ju largu gjunaheve dhe me bë vepra të mira. Prandaj mos përmendja dhe gjunahet janë që ti mos ta kontrollosh vetveten, e shejtanit ka në kontroll. O vëllezër, ai çka se përmend Allahun dhe ban gjunahe është në kontrollin e shejtanit. Allahu ja t'kur, ja të nënçmon zemrën, ja nxin fytyrën atij në dynjat dhe e mposh në dynjë dhe në ahiret. Nuk ka gjë që e mposh njeriu se ai i cili nuk e përmend Allahun dhe nuk ban vepra të mira. Prandaj, shfrytëzoj rastin në këtë xhumë veti dhe juve t'ju jap këshill që ta përmendim sa më shumë Allahun dhe të largohemi nga veprat e këqija dhe të bëjmë vepra të mira. E treta, që ta largojmë shejtanin, shejtani largohet kur ta zgjedhësh ti shoqëninë e mirë. Sa dush me qeni mirë nëse rri me shok të këqij që kanë shumë shejtan, edhe ato të bashkan gjitën ty dhe të marrin në përkam. Prandaj kujdes me kanë shoqërohesh, shumë njerëz kanë devijuar për shkak shoqërisë keqe dhe shumë njerëz janë udhëzuar për shkak shoqërisë mirë. Siç shpëtojmë hoxh nga kjo, e fundit është që ne ta lutim Allahun, ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe thot Allahu, thirrni mu, ta lutim Zotin siç kemi ardhur sot në xhumë, mi thon Allahut, o Allah na ban gjuhën tona, Allahumma inni es'aluka ilman nafi'a. O Allah, kërkojmë prej teje dituri të dobishme. E një prej lutjeve është walisanan dhakira, dhe gjuhë që të përmend ty, ajo gjuhë që e përmend Allahun, e ngjall zemrën, e ngjall trupin dhe ban vepra të mira. Prandaj ta lutim Allahun me lutje të sinqertë që Allahu të na ban nga ata që e përmendim Zotin, bëjmë vepra të mira, nuk bëjmë vepra të këqija dhe shoqërohemi vetëm me njerëz të mirë dhe bëjmë lutje tek Zoti i Madh. Çka e parandalon njeriu nga shejtani? Atëherë, vëllezër, ju që lexoni gjithë ditën apo në Facebook dhe Instagram, lexoni për me njoftë Allahun ashtu siç meriton. Njohja e shtyllave të imanit, amen tu bilahin që na ka mësuar xhallarët e ton, të forcon për mu largu prej shejtanit. Njohja e dënimit dhe shpërblimit në ahiret, që ka xhennet dhe xhehenem, të largon nga ky shejtan la'natullahi alej. Ky njohja ndaj melaçeve të Zotit që të shkruajnë vepra të mira në krahun e djathtë dhe veprat këqija në anën e majt, kërko falje dhe kujtoj se ty të kontrollojnë melaçet e Zotit dhe të raportojnë ditën e Kiametit, kanë më tardh libri, çka ke shkruar sot? A i ke lexuar Kur'anin, a i ke bë dhikr Allahun, a i ke fal namazin, a i ke ofenduar muslimant, a i ke nënçmuar muslimant, a i ke vjedh muslimant, a i ke përgënjeshtru muslimant, ashtu me radhë. Dhe e funit është, kitë kjo buron kur ne e ngritim imanin,
e ngritim dhe vlerën cilësore njerëzore të moralit të njerëzimit dhe ja afrohemi mëshirës Allahut. Prandaj standardi njerëzor ngritet me standardin e imanit, duke përmenë Allahun dhe bë vepra të mira. E lut Zotin e Madh që Allahut na ban neve që ne të luftojmë shejtanin me veprat tona të mira, me bindje ndaj madhnisë Allahut, duke përmenë Allahun shumë, duke lexuar Ajetul Kursiin shumë, duke lexuar Kur'anin dhe duke bë istighfar dhe duke bë vepra të mira. E lutim Allahun ata që bëjnë zullum në dynjat, Allah i shkatërroft ya Rabbel Alamin. Allahu që bëjnë ata zullum, Allah i shkatërroft zullumçart me zullumçart, edhe na ruajt neve nga dënimi i zullumçarëve. E lutim Zotin e Madh që Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë, të na mbush zemrën shumë me iman, të na mbush mendjen me dituri ndaj Allahut Azza wa Jall, të na mbush gjuhën tonë, goja jonë flet vetëm se fjalë të mira dhe dora jonë të bën vepra të mira dhe të na bën të udhëzuar deri në momentin e fundit, dhe të na jap Allahu të na bën rrezik shahadetin në momentin e fundit kur dalin prej kësaj dynjaje. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.